Të nderuar shikues, u rikthyem në studio për të vazhduar me personalitetin e dytë për sot, ku do flasim sot për karnevalet ilire të mbajtura në Kaçanik më 30 nëntor të këtij viti, ku në studio kemi të ftuar vetë organizatorin, zotri Mehmeti. Përshëndetje zoti Neshat Mehmeti dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Fillimisht të flasim pak se çfarë janë në thelb karnevalet ilire dhe çfarë përfaqësojnë ato në trashëgiminë kulturore dhe të Kaçanikut dhe Malësisë së Sharit. Faleminderit për pyetjen. Karnevalet ilire janë një trashëgimi e jona kulturore miravjeçare, të cilat janë organizuar brez pas brezi në Malësinë e Sharit dhe Mëgjer. Veçanërisht në katundet, Bozos, Veshall, Brodec, Vic, Selc, Shipkovic, Gajre, Lisec dhe Rozmalit Shar, gjithandej nga Korabi, andej nga Kuksi, Opoja, Vrini dhe gjithandej në përtrojet tona shqiptare. Ku edhe sot e kësaj dite ka karnevalit të ndryshme që janë në Pojan, janë Polen, janë Shkodër, në Korç, Vlorë edhe në viset të tjera. Rëndësia e këtyre karnevaleve për qytetin e Kaçanikut dhe banorët e tij ka pas një vlerë të jashtëzakonshme, sepse ju a dhënë rasti drejt për drejt të kyçen dhe të shohin këtë manifestim, të cilin mund ta kishin parë përmes video incizimeve apo mediumeve të ndryshme, rrjeteve sociale. U dha mundësia që ta shohin drejt për drejt të jenë më përse afërmi. Këto tregojnë karnevalet se përmes këtyre bëjnë largimin e të keqes ose largimin e shpirtrave të këqij dhe sjelljen e të mirës. Largimi i së keqes është sepse dimri është një stin shumë e gjatë dhe gjatë këtyre 3 muajve ka smundje të ndryshme, kurse pranvera faktikisht tregon stinën më të bukur ose të gjallërisë dhe pjellorisë, sepse krijon një jetë e re. Pra, kjo është mesazhi kryesor i këtyre karnevaleve dhe për ata banorë të cilët patën mundësi që ta shohin drejt për drejt këtë manifestim të lashtë, që tregon edhe se sa të lashtë jemi në këto troje tona kudo ku jetojmë. Po, megjithatë, a mund të na njoftoni pak se nga kush lindi në fakt nisma për ringjalljen e kësaj tradite miravjeçare dhe kush ishin mysafirët e këtij eventi dhe karnevalistët e parë? Shiko, këtë manifestim është tani më 17 vjet i ka bërë të plota. Është një manifestim mund të themi që është nga dime nënta ringjallja e këtij aktiviteti kulturor. Faktikisht ka ndikuar, sepse edhe vetë unë kam parë se me 2 janar 1980 jam martuar, kurse me 3 janar është bërë ky manifestim në Katund. Dhe gjithmonë është biseduar me më të vjetrit, duke më interesuar më shumë se si është bërë, edhe pse i kam parë edhe vetë, edhe në 2009 faktikisht i grumbullova të rinjtë, unë personalisht, që ishte një ngjarje e jashtëzakonshme, sepse shumë të ri prej tyre nuk kishin njohuri për këtë manifestim. Dhe ta them të drejtën, duke falenderuar ata të rinj që të Katundit, që janë dashamirë të jashtëzakonshëm të kulturës dhe të folklorit, edhe bëm riorganizimin në shkurt të 2009-s dhe si pjesëmarrës të këtij karnevali mund t'i quaj se janë nismotarët ose të parët që thyen akullin për të vazhduar këj aktivitet kulturor i trashëgimisë tonë miravjeçare. Mund t'i përmendim me emra, po ndoshta mund të bëj edhe dhe një lëshim. Ato kanë qenë 17 veta, është Nagipi, Remziu, Amiri, Munaferi, Dritoni i Hatushit, Dritoni djali im, Arfleti, Shpendi,
Munaferi, Shqiproni, Fatoni, Argjendi. Pra, Josufi, Saniu, Afrimi, Bojamini dhe Argjendi. Këto janë faktikisht karnevalistët e parë, të cilët janë bërë në 2009. Dhe ki manifestim atëherë nuk është si kur ditët e sotme, atëherë ka qenë më tradicional, sepse ka qenë më original. Kemi shkuar pra në shtëpi, janë kënduar këngët, ashtu si ka qenë më përpara, dhe zonjat e shtëpive gjithmonë kanë dhënë dhuratat më të bukura dhe më të mira. Duke nisur nga si dhurat ka qenë produktet ushqimore, mishit, lyni, patatja, milli, vezët, grosha, dhe në mbrëmje me këtë aktivitet që tregon një solidaritet të jashtëzakonshëm, kanë përgatitur një ushqim. Ushqimi i tepruar që kanë tepruar ju a kanë dhënë atyre personave të cilat kanë pas më shumë nevojë, edhe kjo tregon se solidariteti në popull, kjo tregon se edhe populli jonë ka solidaritetin e kanë bërë edhe karnevalistët. Pra është një institucion, ta them të drejtën, që bart në vete humorin, sakrificën, bashkëpunimin, tolerancën, dhe kjo është një tradit e jona e cila mund të e hasim edhe sot e kësaj dite. Pra, përmes këtij karnevalit, mund të themi me plot të drejt se përfaqëson familjet tona patriarkale, që e hasim përveç asaj edhe gjatë dasmave tona në ditën e Kanas ose Kanaxhexheve, pra në dasma. Ka të bëjë drejt për drejt, pra me humorin, e asgjë të keqe ka nuk cënon as një rit, një religion apo përkatësi fetare. Pra ka të bëjë drejt për drejt me humor. Edhe pse janë festa pagane, këtu nuk bëjmë thirrje për paganizëm, por tregojmë para popullatës tonë, se popullata jonë s'ka faj, sepse nuk e kanë ditur se ekzistojnë karnavale në malsinë e Sharit. Edhe më gjërë. Pra, tani na ja dhënë mundësia që këto karnevale ti prezentojmë ose ti promovojmë edhe në qytetet të tjera në Republikën e Kosovës, sikurse që i kemi mbajt në Prishtinë, kemi mbajt në Soharek, në Prizren, e së fundmi edhe në Kaçanik. Kurse kemi pas edhe një para në 2018 kemi qenë në Top Channel për ditën e verës. Megjithatë, çfarë elemente është të rëndësishme u paraqiten në manifestimin e 30 Jo, tani më pyet, ishte pyetja se kush ka qenë mysafir. Po, do vazhdoj përmendet. Mysafiri i parë në këto karnevale ka qenë profesor Fadil Sulemani, që ka qenë një përkrahës dhe një mbështetëm i jashtëzakonshëm, mund të them që na ka përkrahë, që na ka dhënë një mbështetje që ne moralisht e kemi ndjerë shumë fuqishëm, sepse ka qenë fillimi që faktikisht me të vërtetë atëherë ka pas shumë kritika, duke dikush thonin se bëhet hapja e krishterizmit, që s'ka të bëjë me krishterizmin, sepse nuk kemi asnjë simbol që cënon një përkatësi religioze të religionit apo përkatësive kombëtare. Pra kjo është pastër, ka të bëjë me traditën tonë, është trashëgimia jona që tregon për faktikisht se i takon përkatësisë tonë shqiptare. Po, të kalojmë tash tek elementet e rëndësishme që janë paraqitur në Kaçanik më 30 nëntor. Shiko, është në Kaçanik, ne faktikisht janë, sepse në Kaçanik ne kemi paraqitur elementet më të rëndësishme, kanë qenë maskat, që ju kanë interesuar shumë atyre qytetarëve, dhe ne ju kemi tregu se rëndësia. Ato tregojnë mbrojtjen, se njeriu kur është nën mask, atëre tregon edhe forcën e ty shpirtërore, se sa e fuqishëm është. Pastaj kemi si detyrë tjetër kanë qenë ngjyrat, sepse janë karakteristike se kemi veshje të ndryshme. Kemi gëzofin,
kemi fereqën, lurkat, kemi plisat, kësullat pra, edhe gjinia femrore në karnevale nuk ka qenë kur, por në gjinia mashkullore bëhet si vajza. Ne kemi vajzat, plaka bëhet, djali bëhet si plak, djali bëhet si vajz, djali bëhet si nuse, por këto vitet e fundit, nga viti 2016 e këndi, kemi futur edhe gjinin femrore me një qëllim të vetëm për të lejsjen, sepse të lejsja ka qenë është e njëjta ritual, sikurse që janë karnevalet, ka tregon lashtësinë tonë, se populli jonë ka tradita të veçanta, të lejsja tregon se sa të lasht jemi, edhe deri në vitin 2000, faktikisht kjo të lejsje është zbatuar në Bozovës e në katundet të tjera. Pra, kohës së fundit, ne mund të falenderojmë drejt për drejt edhe Eralda Bazën, që është nga Shqipëria, e cila është bë pjesë e pandashme e këtyre karnevaleve që vinë rregullisht në këto manifestime dhe bën prezantimin jo vetëm të televizës, por edhe veshjeve të tjera. Sikurse që ishte këtë vit me veshjen e lumës të Kuksit. Pra, e zbukuron, sepse veshjet tona, populli jonë ka veshjet të bukura, të laramishme, të zonave të ndryshme. Edhe ka qenë pak si tërheqëse, se për herë të parë pan një laramani të maskave, të ngjyrave, edhe të televizjes, që edhe të veshje të veçanarisht që ishte pak që pjesë marrja e këtyre karnevaleve atje zgjoj një interesim të veçantë se ishte pjesë një amerikane e cila ka bërë një dokumentar për karnevalet ilire. Tërheqësia e nuse, se përmendet, ishte një ndër elementet apo pikat kryesore të programit. Çfarë simbolike bart ky rit dhe pse u përfshit në karneval? Ky rit tregon pastërtinë e femrës shqiptare, sepse atje kemi të bardhën në fytyrë që vendoset, mbi të bardhën vendoset ngjyra e kuqe dhe ngjyrat e arit. Pra e bardha tregon pastërtinë e femrës, ngjyra e kuqe tregon dashurinë, zjarrin, se pra një shtëpi që ka zjarr ka gjallëri, kurse ngjyra e arit tregon është simbol i lashtijoni, i diellit, që ka qenë pjesë ose që është bartur nga paraardhësit tonë ilirët. Deri në ditët e sotme, faktikisht që nënat tona, gjyshet tona e kanë përcjell pas berezi në fytyrat e tyre deri në ditët e sotme. Si reagoi publiku dhe si ishte dinamika e pjesëmarrjes këtë vit? Shiko, publiku këtë e ka pritur jashtëzakonisht mirë, sepse kishim mysafir të ndryshëm nga të gjitha trojet shqiptare, kishim nga Shqipëria, nga Kosova, nga Lugina e Preshevës, kishim mysafir edhe nga Tetova, kemi pas një numër të konsiderueshëm, po ashtu edhe karnevalistët kanë qenë thuajse nga të gjitha trojet shqiptare, ishin nga Tetova, Kaçaniku, kemi nga Shqipëria, Mitrovica, dhe kjo e tregon se sa e dobishme është ky manifestim për masën e të pranishmeve, por edhe ata të cilët na kanë pas mundësi që ta ndjekin përmes mediumeve. Pra, mund të themi lirisht se televizja është një ritual i cili duhet të jetoj dhe të trashëgohet te brezat e ri, veçanërisht te gjinia femrore, pse edhe jo nuset të praktikojnë këtë rit që është shumë i mirë, sepse paraqet elementet tona që i kanë mbajtur të paraardhësit tonë ilirët. Sa është i rëndësishëm bashkëpunimi me Ministrinë e Kulturës, me Komunën e Kaçanikut, me shoqatat kulturore? Shiko, unë falenderoj shumë Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Kosovës, të cilët ata e kanë mbështetur këtë manifestim për të tretin vit me radhë. Si e përmendëm, me 20 mars 2022, me
27 shtator 2024 dhe me 30 nëntor 2025. Gjithashtu falenderojmë edhe se në këtë manifestim ishte përfaqësuesi i Ministrisë Kulturës në Gjatë Shahini, i cili pati edhe një rast përshëndetës që tregon sepse interesimi për këtë karneval është institucional, veçanërisht në Republikën e Kosovës. Po ashtu kemi pas përkrahje institucionale dhe shumë dashamirëse edhe me komunën e Kaçanikut, që kishim përfaqësues nga komuna e Kaçanikut ishte Zahir Doda, drejtori i arsimit, që pati edhe ai një rast falënderimi për këtë manifestim. Gjithashtu interesimi ka qenë shumë i madh dhe shumë i sorë, sepse Kaçaniku tregoi se ka mikpritje, ka bujarri, ka edhe vlera legjendare të trashëgimisë historike, sepse çdo perandori është thyer në Kaçanik, sepse ka edhe këngët të cilat tregojnë për trimërinë e këtij populli. Jo vetëm të Kaçanikut, po e flas në përgjithësi, po tani i bie vetëm të bisedojmë për çështjen e Kaçanikut. Besoj se ky manifestim ka zgjuar interesim edhe të rinjët, sepse edhe mesazhi është sepse sa më shumë të kyçen të rinjët në këto manifestime kulturore, të cilat na tregojnë se lashtësinë tonë, prengavim, që mos e harrojmë të kaluarën tonë, pra e kaluara e ndihmon të sotshmes, e kaluara me të sotshmen e ndihmojnë të ardhmen. Pra një popull që e harron të kaluarën, ai s'ka të ardhmen. Pra këtu duhet të ketë edhe një bashkëpunim më të fuqishëm ndërmjet shkollave, si fillore, shkollave të mesme dhe shkollave ose e universiteteve, fakulteteve të ndryshme. Se besoj se në të ardhmen bëjmë edhe një thirrje nga ky emision që ky manifestim, jo vetëm karnevalet e Malësisë së Sharit, por edhe karnevalet të tjera të shpallen si një festë mbarkumtare, një vit të mbahen në Shqipëri, vitin tjetër me rotacion në Kosovë dhe në Maqedoni, pse edhe jo në Maltëzi. Pra, përmes këtyre, ne duhet të tregojmë se populli jon ka kulturë, ka tradita, dhe mesazhi më i fuqishëm është sepse sporti dhe kultura janë një pasaport për të treguar ne se jemi një popull i lashtë, kemi kulturë, kemi sport, kemi trashëgimi dhe na bëjnë para të tjerëve se me të vërtet kemi vlera. E vlerat janë kultura, arsimi dhe sporti. Ne i shikojmë sot në arenën ndërkombëtare sportistët në çfarë niveli kanë arritur. Si qoftë edhe nga çështja e kulturës, kemi shumë këngëtare që janë me renome ndërkombëtare. Kjo na bën të njohur, janë ambasadorët tonë, kultura, arsimi dhe sporti. Cili është roli i Malësisë së Sharit në identitetin e karnevalit? Po shiko, Malësia e Sharit është një burim i pashtershëm i traditave. Se e kemi përmendur edhe ndonjë emision më përpara, është sikurse toka e Kosovës ku të hasish në dzehe të pasura ose të arit ose të dzeheve të ndryshme që janë shumë një pasuri e madhe kombëtare. Pra edhe Malësia e Sharit është një burim i pashtershëm i këtyre traditave, sepse edhe ky manifestim futet në manifestimet ose në festat kalendarike të Motmatit. Dhe ka shumë tradita, ka shumë rrite, të cilat dal nga dal po zbehen ose faktikisht po asgjësohen. Pra falë juve mediumeve, falë dashamirësve të këtyre manifestimeve kulturore që kemi që janë të shumta, si t'ju them,
se në këto manifestime marrin pjesë shumë si këngëtar, marrin pjesë si artist, ja si kurse ishin në Kaçanik vëllezëri Sejdiu, ishte Hikmet Arifi, ishte Halim Rakipi, Voglushi Valon Nergjani, kishim artistin ose aktorin e njohur që është, mund të themi, edhe antar nderi i karnavaleve ilire, Ismet Krasniqi Lala, kishte të burgosur politik, Berat Luzha, edhe këto i thanë këtyre aktivitete japin një frim bashkëpunimi ndër vllazëror ose anë trojeve tona shqiptare. Për këtë arsye, pra malësia e sharit dhe gjithandej tokat tona, trojet tona, janë burime të përshtatshme të traditave, të cilat duhet të përkrahen fuqishëm nga Ministria, nga Komuna e Tetovës, nga Ministria e Kulturës të Republikës së Maqedonisë, që këto aktivitete, që këto kultura tona që janë të lashta, që mos shterohen, po të gjallërohen sa më shumë. Megjithatë, si ndikojnë karnevalet e rinia dhe ruajtja e trashëgimisë? Shiko, po këto është qëllimi, se rinia është pra pjesëmarrja e të rinjve në karnevale nga gjitha trojet, kjo tregon se dashuria është shumë e fortë dhe shumë e fuqishme. Për të arritur edhe sa më shumë, ne faktikisht do të kemi edhe mbështetje financiare. Për të arritur, sepse për të vinë të rinjët nga Kosova, nga Shqipëria, nga troje tjera të ndryshme, nga qytetet e ndryshme të Republikës së Maqedonisë, duhen mjete, sepse duhet akomodimi, duhet ka njerë se sot çdo gjë është bërë si rregull ose se pa mjete financiare, do me thënë nuk mund të lëvizish këmbën. Edhe këto tregojnë se rinia jonë është rini që do kulturën, është një rini që do sportin, është një rini që do të ardhmen. Pra, dhe përmes të rinjve, sepse çdo rrit ose çdo aktivitet nisën me të rinjt. Pra, edhe përfundon prapë me rinin, sepse rinia është ardhmëria, edhe ne duhet të krijojmë dashurinë për karnevalet, për kulturën, për sportin, për mësimin, për çdo aktivitet të ndryshëm, gjithëpërfshirës që është në dobi të shoqërisë tonë shqiptare. Dhe cili është vizioni juaj për edicionet e ardhshme? Shiko, ne tani të them të drejtën, karnavalet ilire tani janë bë shumë të njohura dhe kemi ftesa të ndryshme nga krahina të ndryshme. Kemi për vitin e 2026 në kaftuar në Librasht, që të jemi pjesëmarrës, besoj se edhe në atje kemi çfarë të tregojmë, ashtu si që kemi treguar edhe në Kaçanik, kemi treguar në Prizren, në Prishtinë, në Soarek, po ashtu ne përveç asaj ne kemi marrë pjesë për të treguar se kultura jonë është shumë me vlera kombëtare, kemi marrë pjesë edhe në Augsburg të Gjermanisë, kemi marrë pjesë në Kukaj të Prishtinës, në Athinë të Greqisë. Pra, interesimi për karnevalet është shumë i madh, po për shkak të temperaturave të ndryshme dhe thirrjeve ftesat që na i bëjnë për kohën e verës është e pamundur, sepse ne kemi veshjet tona janë Gëzofi, Ferexha, dhe në temperatura kur është shumë e lartë është e pamundune. Dhe nuk është rastësi që këto karnevale kanë një periudhë të caktuar. Pra nga 25 dhjetori deri më 14 mars, më zvoni deri më 21 mars. Qëllimi është pra se ishte rasti në Kaçanik. Karnevalistët ishte pak koha për temperaturat ishin pak të ulta, dhe për karnevalistët ishte shumë mirë, kurse për atë të pranishmit ishte keq. Edhe më thanë, ne kemi pak ftohtë, thash po kemi ranë hadh. Për karnevalistët mirë, por ju ftohtë kur është nxehtë, për karnevalistët bëhet keq, por ju bëhet mirë. Pra është e pamundur sepse karnevalet e kanë si për qëllim të bëja manifestimin të mbahet në natyrë, sepse bëhet parikalimi, edhe kështu është si rregull. Kurse në ambienti i brendshëm është për fatin e keq tonin, atëherë duhet të futemi në sallë. Salla nuk është e përshtatshme, se zhurmat, këmbonat, ata nuk e kanë atë
atë mirësi që mund të kenë në natyrë. Për këtë arsye, pra karnevalet gjithmonë mbahen në terren të hapur. Ne ju falenderojmë shumë që ndat nga koha juaj për të qenë sot pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe nga ana ime për ju. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.